E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar së bashku dhe për të ndarë me ju një moment që realisht ka ngritur pikpyetje të mëdha tek publiku. Selin ka qenë jashtëzakonisht e komentuar këto ditët e fundit, ka qenë në mendime, ka qenë duke folur me veten e saj, por ditën e dieshme ka ndarë një shqetësim me shëndritin pas përfundimit të mbrëmjes, pas përfundimit të këtij ambienti atmosferik që kishte ndërtuar vllau i madh. Selin shprehi ndjesinë e saj të keqe që ajo e ka ditur që Gimbo nuk do t'jetë pjesë e kësaj feste. Do me thënë, pa marrë parasysh dronave që erdhën ditën e djeshme, nuk i dhanë Selinës ndjesi, nuk i dhanë Selinës energji që ta t'i kalonte këtë gjë. Selina është një siklet shumë të madh. Ajo mendon që Gimbo nuk është i kënaqur me të, ajo mendon që marrëdhënia me Gimbo nuk funksionon jashtë dhe ajo mendon që atë gjën e bukur që ndërtuan brenda në shtëpi ndoshta nga gjërat e jashtme është shkatëruar. Do të thënë ka hedhur hipoteza të ndryshme dhe pse shëndriti në fakt i tha që mami jot ta dha mesazhin që çdo gjë është bukur dhe marrëdhënia shkon më së miri. Unë mendoj që Selinën e ka marrë malli shumë për Gimbon. Unë mendova që do të gjente qetësinë me Gretën, si kunata që i erdhi, e pash që u kënaq, por e pash që e kishte shumë të nevojshme prezencën e Gimbos brenda në shtëpi. Do me thënë, ajo e ka marrë shumë malli për të. Çuditërisht nuk besonin në këtë dashuri njerëzit. Unë gjithmonë e kam thënë që jo çdo vajzë di të shpreh emocionet, jo çdo vajzë di ta shpreh ndjesinë, jo çdo vajzë di t'i thotë gjërat troç, por ka vajza që vërtet e ndjejnë gjën që kanë brenda, por janë të forta. Selina e shoh që edhe lotët kur i lëshon për dashurinë, ajo vazhdon të jetë e fortë brenda vetes, por marrëdhënia e Selinës edhe Gimbos është një marrëdhënie që po vazhdon mrekullisht mirë jashtë. Gimbo është duke e mbështetur, po e nxjerr her pas here në Instagramin e tij, duke shkruajtur storie të ndryshme, duke e mbështetur në të gjitha format dhe duke i dhuruar dashurinë e mundshme Selinës. Do të thënë ka një lloj energjie të mirë, ka një lloj pozitiviteti, ka një lloj dashurie që po duartrokitet në format më të mira jashtë. Por normalisht Selina nuk i di këto gjëra dhe është shumë e shqetësuar. Dhe këtë shqetësimin vazhdon, e thot edhe gjatë ditës sot brenda asaj shtëpisë, por unë e di që edhe në dhomën e rrëfimit ka qajtur shumë për Gimbon, sepse e ka marrë malli jashtëzakonisht dhe e dashuron pafund Gimbon. Do të thënë, unë mendoj që Selina dhe Gimbo kanë një energji të mirë, kanë një kimi të përbashkët, por realisht unë se kisha parë Selina ndonjëherë të qanë për një mashkull, ashtu siç mbrëmi ishte e mërzitur për Gimbon. A mendoni që jashtë kësaj shtëpie do të bëhet një dasëm e madhe?